Në botën tonë bekimi shpesh lidhet me pushtetin, pasurinë ose famën. Ne mendojmë se vetëm të mëdhenjt, të fuqishmit dhe ata të cilët duken në publik marrin bekimet e Zotit, por Psalmi 115 deklaron diçka tjetër. Ai do të bekojë ata që kanë frikë nga Zoti, të vegjël dhe të mëdhenj. Miq, ky është një revolucion shpirtëror. Në mbretërinë e Zotit, madhështia nuk matet me ndikimin social, as me pushtetin financiar, por me përulje dhe frikë ndaj Zotit. Tregoj një histori e fuqishme nga periudha moderne. Është ajo e Dietrich Bonhoefferit, i cili ishte një teolog gjerman gjatë regjimit nazist. Një kohë kur shumica e kishave heshtin përballë tiranisë, ky person refuzoi të heshte. Ishte i ri, pa pushtet politik, pa ushtri, pa forcë institucionale, por kishte frikë Zotin, më shumë se sa pushtetin e njeriut. Ai tha një fjali që mbetet një paralajmërim për çdo brez. Heshtja përballë së keqes është vetë e keqe. Për këtë qëndrim burgoset dhe ekzekutohet nga regjimi nazist në vitin 1945. Në sytë e botës ishte i vogël, i pafuqishëm, por në sytë e Zotit ishte njeri i bekuar, sepse bekimi i Zotit nuk varet nga fuqia dhe pushteti i njeriut, por nga besnikëria e zemrës. Çfarë është frika e Zotit? Bibla nuk flet për frikën si terror, por për nderim të thellë dhe për ulje përpara madhështisë së Zotit. A dini që filozofi danes Kierkegaardi shkruante: frika e Zotit është fillimi i lirisë së njeriut. Sikur një njeriu, imagjinoni, i lind nevoja t'i druhet vetëm Zotit, ai nuk friksohet më nga asgjë tjetër në këtë botë. Psalmi 115 gjithashtu thotë diçka tjetër shumë thellë. Zoti ju bëft të rriteni, ju edhe bijtë tuaj. Bekimi i Zotit nuk është vetëm individual, por edhe bekim ndërbreznor. Filozofi i famshëm Edmund Burke thoshte: shoqëria është një nga partneritetet e mëdha, jo vetëm i të gjallëve, por edhe i të vdekurve dhe i atyre që do të lindin. Bibla kishte thënë këtë shumë më herët: besimi i njeriu mund të bëhet bekim për brezat që vinë. Një baba që ecën në frikën e Zotit ndërton një trashëgimi shpirtërore për fëmijët e tij. Lejoni të ndaj 3 pyetje të vërteta për ju sot. Këto janë pyetjet që Psalmi na sfidon gjithëve. E para, nga kush kemi frikë më shumë, nga opinioni i njerëzve apo nga Zoti? E dyta, çfarë trashëgimie po ndërtojmë për fëmijët tanë, pasuri materiale apo një jetë besimi dhe një jetë me integritet? E treta, a besojmë që Zoti bekon edhe gjërat e vogla? Sepse mbretëria e Zotit fillon gjithmonë me atë farën e padukshme gati. Historia e njerëzimit tregon që Zoti shpesh përdor njerëzit e vegjël dhe të parëndësishëm për të bërë gjëra jashtëzakonisht të mëdha. Psalmi 115 përfundon duke na kujtuar qofshin të bekuar nga Zoti që ka bërë qiejt dhe tokën. Bekimi i nuk vjen nga sistemet e kësaj bote, ai vjen nga krijuesi i universit. Dhe kur ai bekon një njeri, një familje, bekimi i Zotit nuk ndalet vetëm tek ai person apo tek ajo familje, por tek të gjithë brezat që do të vinë nëpërmjet jush. Le t'i lutemi Zotit së bashku. Zoti i dashur, na mëso të jetojmë me frikën tënde dhe jo me frikën e njeriut. Na jep një zemër të përulur ndaj fjalës tënde, që të kërkoj bekimin tënd më shumë se lavdinë e kësaj bote. Bekoj jetën tonë, familjen tonë, fëmijët tanë dhe brezat që do të vinë për të njohur emrin tënd, sepse ti je Zoti që ke bërë qiejt edhe tokën. I bekuar qofsh Zot, në emrin e Jezusit. Amen. Miq, bekimet e Zotit mbi ju dhe familjen tuaj, me zi pres që t'ju takoj sërish në meditimin e radhës. Takohemi nesër.